E veçanta e këtij dokumenti, pavarësisht që pretendon Kola, nëse është Eagle apo Vodafone, si ka mundësi që ky dokument nuk ka asnjë dokument zyrtar as nga kompania Vodafone dhe as nga kompania Eagle. Pra si justifikon Kola që ka kryer detyrën për Kuririn e Tiranës? Unë për shembull kam komunikuar me numër AMC apo One që është momentalisht, dhe me 6.000 lekë vjetra mund ta vërtetoj shumë thjesht biseda telefonike që janë kryer me të numër Eagle, që ka qenë kryespektori zoti Ervin Memi. Po Kola si do t'ja boj? Ku do ta gjej Vodafonin? Apo dhe Eagle-in? Ky proces verbal nuk shoqërohet me asnjë dokument tjetër ligjor. Si t'ja bëjmë Kol? Kol, si t'ja bëjmë? Në qasë se lom me internet tani se drejtësia gjas me ka marru punë.